Teksa familja e Fatos Nanos, fëmijët dhe të afërm po luten që shëndeti i tij të përmirësohet, ka edhe figura politike që mendojnë ndryshe. Duket se e kaluara Nanos dhe përplasjet që ai ka patur kur ka qenë kryeministër, por reflektohen edhe tani që ai është në luftë për jetën. Por çfarë ka ndodhur? Florian Haçkaj, emri i cilit u lakua gjërësisht kohët e fundit si kandidat i mundshëm që do të garonte për Bashkinë e Tiranës, i cili është njëkohësisht edhe nipi i doktorit të nderuar Halim Kosova, ka sjell në vëmendje përplasjen e familjes së tij me Nanon, duke treguar se çfarë i ka ndodhur vite më parë. Ai tha se nuk ka arsye keqardhje për Nanon, pasi ai ka zaptuar shtëpinë. Haçkaj shkroi: "Keqardhje për Fatos Nanon? Pse? Në këtë foto është shtëpia e stërgjyshit tim e Qerem Zeqa në Tiranë, një vile mrekullueshme e ndërtuar me djerës dhe me shumë punë, të cilën ia morën komunistët në vitin 1948. Në atë ditë të urryer, gjyshja ime e ndjerë u kthye në shtëpi dhe gjeti disa plaçka më pak, mobile të ngarkuara në një kamion dhe bashkë me familjarët e saj u dëbuan nga shtëpia e tyre. Në vitin 1951, aty u vendos familja Nano dhe aty lindi Fatos Nano në vitin 1952. Deri nga fundi i viteve 90, ajo shtëpi mbeti në duart e tyre. Kur përpiqeshim të arrimerrnim pronën pas rënies së komunizmit, përballeshim me kërcënime, arrogancë dhe tallje të hidhur nga Nano. Ndihem keq kur sot njerëzit më shprehin keqardhje për Nanon, madje edhe disa prej tyre që e quajnë veten opozitar. Kam vetëm një keqardhje që Nano dhe të tjerë si ai nuk morën kurrë dënimin që merituan për të kaluarën komuniste. Një popull që harron historinë e tij është i destinuar ta përjetojë përsëri atë, përfundon shkrimin e tij Florian Haçkaj. Po ju në këtë situatë, kujt do t'i jepni të drejtë? Si e komentoni? Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj tek komentet poshtë videos.